Kurani është fjala e Allahut xhelle xhelalu për të cilën ne kemi folur. Çfarë është Kurani? Pse ka zbritur Kurani? Kur është zbritur Kurani? Kujt i është zbritur Kurani? Çfarë përmban Kurani? E kështu me radhë. Ndërsa suneti janë të gjitha fjalët dhe praktika pejgamberike, praktika profetike e Muhamedit alayhi salatu wasalam, gjithçka që ka ardhur në praktik nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ajo quhet sunet. Qofshin këto me fjalë, qofshin këto me vepra, qofshin këto me miratime të ndryshme, gjithçka e përfshin termi sunnet, që do thotë rrugë. Ne, kur ndjekim rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, quhemi sunni. Pse quhemi sunni? Se kemi pranuar dhe kemi praktikuar atë që ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra në sunetin e pastër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një ajet kuranor, Allahu xhalla xhelalu thot: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk flet nga mendja e vet, nuk flet sipas dëshirës së tij. Pra, Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk është njëri që flet sipas dëshirës së tij, por thot in huwa illa wahyun yuha. Pra ai nuk është gjë tjetër vetëm se një shpallje që i është shpallur atij.